Ishim të lexoj pse kryeministri i një vendi detyrohet shqiptarët i thasë për bojkot. Ç'është lajmi i keq dhe çfarë ka ditur Rama para nesh. Për mua sigurisht që ky lloj marrëveshje, kjo pikë marrëveshjes mes në koalicionin e qeverisë së Gjermanisë është realisht një lajm i keq. Se di pse kush është lajmi i keq? Lajmi i keq është sepse në fakt ka qenë Gjermania gjithmonë që ka qenë, po themi kështu, vendi që ka udhëhequr dhe ka shtyrë gjithmonë për zgjerimin e Bashkimit Evropian dhe për integrimin e vendeve aq më tepër sa i takon Ballkanit Perëndimor, me atë që mund të konsiderohet si fanari i shëndritshëm i procesit të Berlinit. Dhe nëse kjo realisht materializohet në një proces akoma më rigjid, i diktuar edhe për shkak të ndjesive të brendshme që mund të ketë në Gjermani, për mendimin tim ky është lajm i keq i parapost. Ai ka ditur zoti Rama këtë. Unë mendoj që zoti Rama nuk kishte nevojë për ditur këtë vendim të pritshëm ndoshta atë. Jo vetëm këtë. Sepse zoti Rama e di fare mirë dhe kjo është një banalitet, cilin ne duam ta diskutojmë sepse jetojmë këtu, që sigurisht që integrimi i Bashkimit Evropian nuk është në dorën e asnjë qeverie, kuptimin e vendimarrjes, e vetme gjë që ka në dorë qeveria e Ramës sot dhe Berishës dje, ishte vetëm plotësimi i kushteve dhe i kritereve që kërkohen. Madje, ne kemi parë që edhe kur ti i plotëson këto kushte, ti i plotëson këto kritere, siç ishte rasti 2011-s, banalitete të cilat s'ka lidhje drejt për drejt me integrimin, të diktojnë rrugtimin atyre. Pra aty të del për shembull një Vangjel Ndrekon Fier, që Partia Socialiste e mban, si më thonë, si kartë, dhe ty të bllokon dhe ta shtyn çeljen e negociatave deri para 3 vjetësh. Kujtoja pak publikut Vangjel Drekon, se ishte vetëm një Vangjel Dreko ishte pretendimi i Edi Ramës. Atëherë Bashkimi Evropian, mos gabojmë, në 2011-2012-2013 kërkonte miratimin e 3 ligjeve që bot nuk më kujtohet se për çfarë dreqin ishin. Ishin ligje koti që miratoshin me shumicë, kërkojnë shumicë të cilësuar. Me çfarë kushtëzonte PS-ja, se ka kauza e kauza. Sepse në atë kohë Vangjel Dreko ishte kryetari i Këshillit të Qarkut Fier, i cili u shkarkua pse? Sepse PS, LSI dhe PD e kohës bashkuan votat e shkarkuan zotin Ndreko dhe emëruan një gjë tjetër që ishte procedura më banale burokratike që ndodh sot e gjithë ditën, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë. Duhet kujtuar pra. Prandaj po them pra që pse është rëndësishme ndajmë çfarë është lajmi i keq dhe ndajmë realisht se çfarë ka në dorë qeveria. Dhe nëse ka një qeveri e cila e ka penguar realisht integrimin ose rrugtimin e vet drejt Bashkimit Evropian, ka qenë Shqipëria, sepse ne sot e dim fare mirë që në 2014 kur duhet çeleshin negociatat, ajo që ndodhi me kanabizimin e vendit